Iglitare, drejtori i ri sportiv i Milanit, foli për herë të parë për kanalet zyrtare të klubit Kuqezi. Rrëfimin e nisi fillimisht nga familja, duke zbuluar se të gjithë kanë qenë tifozë të Milanit dhe më pas vijoi me qëllimet dhe synimet e të qenit drejtori i këtij klubi. Tare gjithashtu tregoi sfidat për të zgjedhur trajnerin e ri dhe se kërkon të kthejë këtë skuadër në majat më të larta. Në fund ai e mbylli me faktin se ka realizuar një ëndër shumë vjeçare. Milani ka një histori të lavdishme. E kam ndjekur që kur isha fëmijë, kujtoi kohën e Wilkins dhe Hatheli. Familja ime, të gjithë xhaxhallarët e mi ishin tifozë të Milanit. Gjithmonë ka qenë një lidhje e fortë dhe nuk kam fshehur atë dhe kur u bëra lojtar ose menaxher. Ne të gjithë kemi mbështetur një klub. Për mua të jem këtu sot dhe të flas për klubin që kam mbështetur si fëmijë do të thotë shumë. Debutimi im në Serie A ishte një ndeshje Brescia-Milan. Fëmia im i parë lindi gjatë një ndeshjeje Milan-Bologna në 13 shtator 2003. Është një lidhje shumë emocionale. Pastaj lojtarët e mëdhenj, kampionët e mëdhenj, një klub i udhëhequr me klasë dhe elegancë kanë bërë këtë një nga klubet së bashku me Real Madrid më të lavdishëm në botë. Do të thotë shumë për mua. Do të përpiqem të jap gjithçka që kjo histori të bëhet realitet edhe në të ardhmen. Është një klub me një histori të rëndësishme, duhet të jemi të mirë në komunikimin e këtij projekti me të gjithë menjëherë. Tifozët tanë para së gjithash sepse ata presin një reagim të fortë dhe kjo është ajo që duam të bëjmë dhe ne. Pata mundësinë të flas gjatë me Giorgio Furlanin dhe Zlatan Ibrahimovic. Diskutuam shumë për të gjitha dinamikat që kanë të bëjnë me këtë klub dhe këtë situatë. Mendoj se kam ide të qarta dhe duhet të jemi të gatshëm t'i bëjmë ato realitet. Duhet të fillojmë në mënyrën e duhur, ka shumë pritshmëri, ka qenë një sezon shumë i gjatë me shumë zhgënjime, e kam përjetuar këtë dhe nga jashtë, erdha me ide të qarta, me shumë entuziazëm dhe dua t'ia transmetoj këtë të gjithë ambientit të Milano sepse është thelbësore të mësosh nga gabimet që janë bërë dhe të përpiqesh të fillosh sot me energji dhe dëshirë për t'u siguruar që Milani të kthehet në atë që kemi parë gjithmonë në historinë e tij. Duhet të jemi të qartë për një gjë, Milani është një klub ku kërkon rezultate menjëherë, është një klub ku duhet të fitosh, e kam kuptuar këtë dhe jam gati ta përballoj, duhet të sigurohemi që kjo të ndodh por me ide të qarta. Roli im është i rëndësishëm për të ofruar strategjitë e duhura për lojtarët dhe veçanërisht për të rinjt, për t'u dhënë atyre hapësirën për të luajtur në këtë klub. Të qenë pjesë e ekipit tim do të thotë shumë për mua. Lojtarët që vinë të luajnë për Milanin duhet ta kuptojnë menjëherë se kjo fanellë ka një peshë të rëndësishme, ky stadium ka një peshë të rëndësishme. Nëse jemi të mirë në transmetimin e kësaj te lojtarët tanë, mendoj se do të kemi bërë një hap të parë drejt fitores. Të gjithë kampionët e mëdhenj që kanë shkruar historinë e futbollit botror kanë gjithmonë një fillim. Kam një frazë që e përdor gjithmonë. Ajo që ke shkruar në faqen e parë është më e rëndësishme se ajo që ke shkruar në faqen e fundit. Mendoj se kjo duhet të jetë edhe tek Milani. Dua t'i bashkojmë këtë klubi me shumë përulësi, por mbi të gjitha me mundësinë për të dhënë mbështetjen time për të siguruar që ky klub të kthehet në krye të futbollit italian dhe botror. Roli im është të kem mbështetje jo vetëm nga stafi teknik, por edhe nga Furlani, Ibra dhe Moncada. Besoj se është thelbësore të punojmë të gjithë së bashku. Futbolli ka evoluar shumë vitet e fundit, çdo 5 vjet gjërat ndryshojnë shumë, duhet të jesh i mirë në kontakt me këtë evolucion, prandaj menaxhimi i mirë si i fushës ashtu edhe i bankës është thelbësor. Megjithatë duhet ta bëjmë një gjë shumë të qartë, gjithçka lidhet me rezultatin përfundimtar që ka të bëjë me fushën dhe fitoren. Pasi ta kemi këtë shumë të qartë në mendjet tona, më pas është më e lehtë të kryejmë punën tonë sa më mirë të jetë e mundur. Dua të shoh një ekip që djersitet për fanellën që është i uritur dhe dëshiron të fitojë. Dua të shoh atë San Siro që shpërthen nga gëzimi i tifozëve. Do të bëj gjithçka, do të jap gjithçka nga vetja për ta bërë këtë të ndodhë, sepse është e bukur të shohësh milanezët të gëzohen për fitoret e kësaj skuadre. Ndihem shumë i emocionuar dhe shumë i përmbushur, kam realizuar një ëndër shumë vjeçare, për mua do të thotë shumë, përfundoi Iglitare.